Është respekt dhe mirënjohje për njerëzit e bluzave të bardha. Për ata që na shërojnë plagët, dhimbjet, na kthejnë në jetë, në mos na lehtësojnë vuajtjet që s'kan të sosur. Janë njerëzit që qëndrojnë mbi sistemet, u takojnë të gjithëve, dhe kohët që vinë nuk mund të xhbëjnë para ardhësit si përvojë, për kushtim dhe morali cili puron prej filozofëve të hershëm të mjekësisë. Jo rrallë, atyre u duhet të marrin vendime të shpejta, të guximshme, vendimtare dhe të drejta. Në pikpyetjet e mëdha mes jetës a vdekjes, dhe tamam këtu qëndron aftësia e tyre, sikurse edhe emri që ata bëjnë në jetë. Në historinë e shoqërisë sonë ka shumë mjek që kanë bërë emër me punën e tyre të përkushtuar, me humanizmin, dinjitetin, sakrificën dhe nivelin e tyre të lartë profesional. Në Korçë, në çdo kohë ka bërë përshtypje në mes të qytetit, një shtëpi e lartë, me një arkitekturë të çuditshme, disi eklektike, me një kull që nuk të jep dot kuptimin e saj të saktë. Duket se shtëpia nuk është fort e hershme. Do të jetë ndërtuar nga vitet 30-40 të shekullit të kaluar, por gjithsesi, me vështirësi, ajo ka përballuar të ftohtit e dimrave të tej zgjatur. Është shtëpia e familjes së njohur, Polena. Një familje mjekësh me një histori mbi 100 vjeçare, jo thjesht si numër aritmetik vitesh, por si përkushtim, bujari dhe humanizëm i rrallë për njerëzit në nevojë. Qindra njerëz nga krahinë të ndryshme të vendit kanë trokitur në dyert e saj, dhe ajo shtëpi nuk i ka zhgënjur kurrë. I pari i familjes ka qenë Konstantin Polena, mjek, pastaj Nikola, përsëri mjek, e mëtej Sotir Polena, një nga mjekët më të njohur të Korçës edhe me gjerë, në mezin e shekullit të 20. Të tre studuan në shkollën e qytetit, si hap i parë drejt një formimi të mëtejshëm që lidhej me profesionin e mjekut. Ishte një profesion i kohës, shumë i kërkuar, që të jepte nam e emër, do e mos edhe të ardhurë, vetëm atyre të cilët studionin dhe bëheshin me të vërtet misionar të jetës. Shteti Helen ishte vendi i dytë ku studiuan të parë të familjes Polena, Konstantini dhe të bijt, Nikola me Sotirin, do e mos në periudha të ndryshme. Dhe nuk mund të ndodhte ndryshe. Aso kohë shqiptarët përpiqeshin me shumë sakrifica të hapnin dhe të mbanin shkollat e para shqipe.
jo më të kishin universitete. Konstantin Polena mbaroi studimet për mjekësi në Athinë në 1879. Në familje ruhet diploma kirurgji e përgjithshme obstetrike, lëshuar në kujdesin e mbretit Jorgo I parë dhe pedagogëve të universitetit. Lejen e ushtrimit të profesionit e mori në Stamboll, do e mos me mbështetjen e frashërllimeve. Gjermania dhe Austria ishin vendet ku vazhduan shkollimin dhe u specializuan dy djemtë e Konstantin Polenës, Nikola dhe Sotiri. Aso kohë, ato ishin vende me universitete shumë të mira, ku bëhej një formim i spikatur profesional, edukat pune dhe pavarësi për të vepruar e për të zgjidhur situata të vështira dhe urgjente. Aty gjetën një popull me shumë kulturë, të qytetruar, dashamirës, që e donte artin, jetën dhe dinte të çmonte fetitë e larta të miqve. Në këto vende studiuan shumë shqiptarë, të cilët u kthyen atë si një nevojë e brendshme shpirtërore për të zhvilluar vendin dhe për të emancipuar shoqërinë tonë. Jetuan si gjithë të rinjtë e tjerë, pavarësisht nga vendet e tyre të origjinës. Madje, Nikola Polena ra në dashuri me një vajzë gjermane, Rosa quaj, dhe ajo I përgjigj me të njëjtën ndjenjë djaloshet në Shqipëri. Shumë fotografi dokumentojnë dashurinë e tyre, e cila nuk pati të ardhme. Pasi Niko e dinte se prapëmbetja e Shqipërisë do ta pëndëtëvuante vajzën e tij të zemrës. Disa fotografi të tjera tregojnë Sotiri, djali I fundit I Konstantin Polenës, që studioi përsëri në Gjermani. Në vitin 1922, ai shkoi për studimet e larta në mjekësi në Universitetin e Munichut. Ishte një student I zellshëm, ambicios, që e donte shkollën dhe donte të kishte një emër në jetë. Pati pedagog shumë të mirë, me tituj dhe ofiqe të larta në fushën e mjekësisë, me autoritet dhe aftësi të rralla për të dhënë mësim. Ato vite formuan mjekun e ardhshëm si profesion, si edukat dhe si kërkim shkencor. Kjo dëshmohet edhe tek diploma u shkruhet. Shumë I studiuari, I kulturuari dhe I shkëlqyeshmi zoti doktor Polena. U aprovua me lavdërime, duke merituar gradën doktor në mjekësinë e përgjithshme, me të gjitha privilegjet dhe beneficet. Pas mbarimit të studimeve, doktor Polena nuk u kthye me një herë në atë. Ai mendonte se I duhej të mësonte edhe më tej. Prandaj u angazhua pranë disa klinikave të njohura, ku u specializua për kirurgji dhe obstetrik. Kthehemi përsëri në Korçë, te I pari I familjes Polena, Konstantini, I cili ishte bërë shumë I dëgjuar, ndërsa cilësohet kirurgu I parë në rrethin e Korçës. Jo rrallë ndodh që edhe vetë mjekët nuk ja dalin dot dhe dorëzohen përpara sëmundjeve të ndryshme. Sëmundjet e shekullt, sëmundjet masive, aksidentet e rënda, fatkeqësitë, gjithnjë u kanë lidhur duart, duke zbuluar edhe vetë zhvillimin apo dobësinë e kësaj shkence. Kjo ka ndodhur edhe me Polenët. Kambanat shpesh herë njoftonin fatkeqësi të rënda në këtë familje. Nga 8 fëmijët që patën Konstantini me Marien, mbeti vetëm një, Sotir Polena. Të tjerët vdiqën njëri pas tjetrit. Në fillim vajzat, në moshë fare të re, madje me e vogla nuk pati mbushur as të nëntat.
është e pabesueshme, por ndodhi që brenda një dite të dilnin nga shtëpia në intervale të ndryshme 3 jarke pole. Ato u prekën nga familja dhe nuk e përballuan të sëmundjen. Kurse këtu është Themistokliu, një nga djemtë të shtëpisë, pa të mësuar violinën. Ndryshe nga vëllezërit, ai shkoi në Amerikë, studioi në Universitetin e Harvardit për astronomi, por kur u kthye në Korçë për pushime, e helmuan. Shtypi i hodhi dyshimet mbi qeveritarët e kohës, por e vërteta nuk doli kurrë në shesh. Vdekjes nuk i shpëtoi dot as Vasili në moshën 16 vjeçare. Por ngjarja që e uli kokën dhe e gjynjëzoi doktor Konstantinin ishte vdekja e djalit më të madh, Nikolës. Në 1929, Nikola ishte kthyer në Korçë. Me vete pati sjell aparatin rëntgen me shkëndijë elektrike. I pari këtij lloji në vendin tonë, ndronte të zhvillonte më tej mjekësinë tonë. Kishte ardhur bashkë me të dhe një laborante gjermane, e cila pavarësisht se si rrodhen ngjarjet, qëndroi për gjithmonë në Shqipëri. Niko ishte shumë aktiv, edhe energjik, prandaj edhe u zgjodh sekretar i kuqit të kuq shqiptar. Në prag të vitit 1930, ai shpall fejesën me një vajzë nga familja Funda. Disa muaj më pas, në 30 mars 1930, së bashku me të fejuarën dhe një grup mëshatarësh, midis tyre edhe diplomat të huaj, shkuan në liçenin e Pogradecit për të çlohur. Dihet se shkuan në Shënon, ku pushuan dhe u argëtuan, por asnjë nuk e di si ndodhi që barka të përmbysej nga të ranë ujët e ftohta të liçenit në një motë me dimër. Asnjëri nuk mund të japë përgjigje se ç'ndodhi ndodhi me barkën, pse u përmbys, për shkak të kohës apo të rrymave, të defektit apo të një mbingarkese. Nga ajo tragjedi vetëm 2 shpëtuan. Dhe gjaku Konstantinit, djali me nusen, nuk u kthyen kurrë më. Doktori moshuar nuk e mori dot veten, dhe pas 2 vjetësh edhe vetë ndroi jetë. Tamam në të kohët është. Dhe gjithë mjekësh të studiuar në Austri, në Gjermani, të cilët i dhanë një kthesë rrënjësore mjekësisë shqiptare, duke kthyer fytyrën moderne. Të tillë kanë qenë doktor Kërçiku, doktor Zyma, doktor Shiroka, doktor Kristilli, doktor Jani Bashaja, e shumë të tjerë të cilët meritojnë respektin më të madh për atë punët të palodhur dhe pa kursyer që kanë bërë. Gjatë aktivitetit të tij kirurgjikal, doktor Polena ka kryer një ser operacionesh të rëndësishme që janë kryer për të parë në vendin tonë. Për shembull, rezeksionet e stomahut i ka filluar që në vitin 1933. Në vitin 1938, doktor Shiroka në Tirana dhe doktor Polena në Korçë kanë kryer apjen e zemrës në një rast me perikardit adeziv. Ka kryer për të parë
operacione në pulmonet, si pneumotomite e të tjera. Ka kryer operacione për herë të parë në ginekologji, si heqjen e mitrit, si sterektominë, seksio cesarene e tjera. Ka kryer operacione për herë të parë në kirurgjinë kardiovaskulare, si arteriografitë, qepjet e venave dhe të arterieve. E shumë operacione të tjera të rëndësishme që kanë pasur vërtet një ndikim shumë të madh në ecurinë e kirurgjisë të asaj kohe. Në vitin 1931, një tërmet i fortë rani qytetin e Korçës. U bë dëm i madh. U rënuan mjaft shtëpi, e midis tyre edhe shtëpia e tyre e vjetër. Doktor Sotieri ngriti një tjetër mbi themelet e së barës. Më shumë si kujtim dhe si trashëgimni historike e të parëve të tij, që kishin ardhur në Korçë nga Polena, aty pranë. Në realitetin e sotëm shtëpia ka marrë të krisuat e kohës, por të gjithë mbajnë mend kopshtin e mrekullueshëm, ku ishin shkrijuar të gjitha stilin të vitit me trura frutore të shumëllojshëm, ku dëgjoheshin ingëllima kuajsh, kakarisje shpendesh, zëra kanarinash, shumëllojshmëri ngjyrash, shkurt, një mjetis botanik dhe një park zoologjik i vërtet. Në shtëpi, ai hapi një klinik, e cila përbëhej nga dhoma e vizitave, salla e operacioneve, laboratori dhe salla e trajtimit të sëmundjeve me 10 shtretër. Në këtë kuptim, ishte ndërtuar një spital i parë privat, më i kompletuari në vendin tonë. Është shumë interesante jeta private e Sotir Polenës. Ai ishte njëri që e donte lirinë, i pëlqente të ishte i pavarur dhe të dallohej nga të tjerët. Ishte njohur me një vajzë nga mijët e Korçës, qiri, por kur vendosi të martohej, nuk vuri kuror, thjesht e rrëmbeu. Ishte kurajoz e trim, si në punë, ashtu dhe në jetë. Donte ta jetonte jetën. Prandaj, shtëpia e tij ishte vazhdimisht e hapur për miqt. Aty nuk mungonin makinat, kuajt, karrocat. Kishte mjaft ardhurë, por nuk ishte dorë shtrënguar. I pëlqente të blinte, pa e menduar se të hollat edhe mund i shkonin dëm. Sotir Polena ishte patriot i madh. Kush është aty? Në vitet e luftës antifashiste, kur Korça zgjende nga demonstratat dhe përleshet me fashistët, shtëpia e tij ishte klinika ku të plagosurit merrnin ndihmën e parë. Dashur pa dashur, ai nuk mund të rrinte larg ngjarjeve që tronditnin qytetin. Fakt që ka qenë në vëmendjen e kinastëve tanë. Ndërkaq, ai nuk mund të rrinte pa u ardhur në ndihmë edhe pushtuesve të plagosur. Një fakt i njohur që e ngre Sotir Polenën në përmasat e një mjeku human, sipas porosisë së Hipokratit, se përpara Zotit dhe mjekut, të gjithë njerëzit i janë njësoj. Gjithashtu, pranohet se shumë vite më pas, mjaft orendi, interier, eksterier, u përdorë në filmat artistik për të rikrijuar atmosferën e kohës. Kjo ka ndodhur për shembull me filmin Mësojnëtoria, ku pjesë nga rekuizita ka qenë pronë e familjes Polena. Ja, kjo karrocë për shembull. Thuhet se diku gjatë një operacioni, doktor Polena mori një plagë të lehtë në dorë. Plaka nuk pati kur të shoruar. Në një ditë ajo solli dhe fundin e tij. Ai që kishte shpëtuar qindra e mijëra njerëz, rreth 23.300 operacione të suksesshme, mjeku që pa sjell jetë njerëzish, nuk ja kishte dalë dot të shpëtonte vetveten. Dhe në moshën
65 vjeçare. Ndroi jetë. Sotir Polena kishte krijuar një mit që mbetej parë fëmijëve të tij, shumica mjek, të nderonin dhe të ruanin si kujtim në shtëpinë e tyre. Në kohën tonë shumë gjëra kanë ndryshuar. Familja është arritur, pasardhësit kanë kërkuar fatin e tyre, si brenda edhe jashtë vendit. Por gjithsesi, ata prapë mbledhen në festa familjare aty të shënuara. Po kemi shumë që na mungojnë. Kemi motrën e madhe që na mungon. Ajo është ndodhet në Elbasan, qytetin e Elbasanit. Përsërimi. Po, mjek është ajo. Kemi nipin që është në Amerikë, edhe ai mjek. Kemi mbesën përsëri mjeke, është në Paris. Unë pata fatin që punova me baban, gati një vite gjysë. A ishte në spital dhe unë punon një atë. E kam djeku gjatë të isuris të punës vetë për atë periud, marrëdhëniet, baba dhe vajzë, ishte marrëdhënie midis dy kolegësh. Nuk ishte marrëdhënie, do me thënë si atë dhe bi. Ai ishte krejtësisht korekt në detyrën e tij, ishte shumë i dashur me pacientët, shumë i dashur me personelit. Merse shumë edhe me lulet. Bile lulet e para të mire ka sjell nga Vlora nga viti 55. Solli një makinë të madhe atë, me lule dhe që atëre, këto një pjesë e madhe këtyre luleve, u populluan dhe në përkosh. Bile pjesë nga të luleve ka dhenë dhe në fidanishtën e Korçës, se fidanishtë e Korçës ishte posa krijuar në atë kohë. Në këtë mbrëmje familjare mungon edhe një motër tjetër, Dhanaj, vajza që guxoi të martohej me Skënder Stefan. Ai vinte nga një familje që ishte goditur rrept nga regjimi i kohës. Martesa, kuptohet, nuk u prit mirë dhe të dy palët e vuajtën shumë. Dhanaj pësoi një aksident të rëndë, i cili e mbërtheu në shtëpi për 18 vjetë, deri me 1993, kur ndroi jetë. Disa vjetë më pas, një nga djemtë, Petrika, mori rrugën e kurbetit drejt Amerikës. Pasardhësit e brezit të tretë të familjes Polena, kryesisht ndoqën në rrugën e prindërve të tyre. Njëra prej tyre, Rea Polena, Papajani, punoi si mjeke ginekologe në qytetin e Elbasanit. Në shtëpinë tonë gjithmonë është folur për vuajtjet e tjerëve, për shëndetin e tyre, janë qara hallet e botës dhe gjithmonë të prirur për t'i ndihmuar, ka që mjekësia një nga mjekët për t'a ndihmuar popullin për këtë punë. Kështu që mund t'jetë edhe si tradit, edhe si tendencë e shtëpisë, nuk di si mund t'a quaj, si mund t'a... Janë të dyja me një fjallë. I biri doktor Polenës, Adhoni, mjek në maternitetin e Korçës, në një vështrim eci në rrugën e prindërve dhe të motrave të tij. Prej vitit 1970, kur mbaroi shkollën e lartë, ai është përkushtuar profesionit të mjekut. Në kohën tonë, mjekësia ka ecur përpara, është modernizuar, edhe mjekët janë më të shumtë në numër. Gjithçka është bërë më e lehtë, më e kuptueshme, më rezultative.
gjithnjë të mundon dilema e madhe, se sa do t'jetë trashëguar ajo frymë sakrificave dhe të mohimi që kishin baballarët e tyre të mirë. Ne nuk kemi bërë as qerekun e qerekut të punës që ka përballuar babaj. Megjithatë, jemi përpjekur që të punojmë në mënyrë sa më të ndërgjegjshme për atë profesion që kemi marrë. Historia jo rrallë për sa vjetë. Mëse një shekull më parë, të parë dhe familjes Polena u vunë në rrugë për të studiuar e për të marrë profesionin, gjë që kanë bërë sot disa nga pjesëtarët e saj. Një prej tyre, Viola Polena, mbaroi fakultetin e mjekësisë në Tiranë dhe pas një specializimi në Londër punon në një nga klinikat e Parisit. Është profilizuar në fushën e ginekologjisë dhe ka mbajtur her pas here kumtesa në konferencat shkencore apo është aktivizuar në shtypin shkencor të kohës. Një pasardhës tjetër, Sotir Polena, që ka marrë dhe emrin e doktorit të njohur, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas një sër provimesh të suksesshme, kushton profesionin e mjekut kardiolog. Ajo që u shmangë rrugës së mjekësisë ishte një nga vajzë, Shirley Polena. Pasimi i saj për këngën është dokumentuar që në prag të viteve 90. Ambicje të natyrshme, vajza vazhdoi shkollimin, por pa e lënë asnjë çast të skenë, duke bërë një nga këngëtarët e njohura dhe të mirëpritura në vend. Konservatorin dhe mori pjesë në shumë veprimtari koncertare. Në skenë së bashku me tenorin Adrian Gjem, me të cilin krijoi edhe familje. Shpirti krijues i familjes Polena, çfarë ka marrë pasardhësi të brezit ka? Është vërtet që brezi janë është një brez super interesant, ndoshta edhe për mundësi të sotshme. Unë do të thoya që një pjesë e pasardhës dhe një pjesë atë kushërinë të një të brezit të katërt, edhe në traditën. Pra, nga
vazhdojnë të qëndrojnë besnik të të qenurit mjek ose të shërbirit brenda mjekësisë. Ndërsa pjesa tjetër, pavarësisht se mund të përdalin nga natyra e mjekësisë, përsëri duket si që është një pjesë e asaj familjeve. Ju thash që është një familje budimore. Është një shtrirje gjej, por të gjithë shkojnë në një harmoni të bukur. Do të thoja që unë mendoj familja ime i ruan në së miri traditat. Ndoshta figura e gjyshit tanë që ishte një figurë shumë e shuar, në përgjithë të gjitha këto, ai dinte të merrej me mjekësinë, dinte të merrej me natyrën, me kafshët, me njerëzit, me artin. Ne trashëgojmë sopëza të vogla nga jeta e tij, trashëgojmë sopëza të vogla të prirjeve të tij apo të hobive të tij. Këto ndoshta ne shfaqim në përmasa më të mëdha, por gjithsesi fillojnë natyrat të tjera në jetën tonë. Dhe të thoya edhe diçka tjetër, unë të në shkojmë në infermerisë, e diçka pak zhvilluar. Gjyshi për herë të parë ka ngritur shkollën e infermerisë në Korçë. Unë ndjehem shumë komode në punën time, sepse e trashëgoj edhe këtë traditë të gjyshit tim. Në qendër të qytetit të Korçës, gjithnjë ka bërë përshtypje të huajve, një shtëpi e veçantë për arkitekturën. Edhe në çdo kohë banorët e qytetit i janë përgjigjur. Kjo është shtëpia e doktor Kavenës, një nga mjekët e njohur në familjen. Rreth figurës së tij vinë shumë të tjerë, një pjesë të cilëve ndoqen dhe ndjekin mjekësinë, si një motiv i përhershëm i dashurisë së tyre për jetën.